Përshëndetje, pispili me spinaq do përgatisim sot, një recetë tradicionale, e thjesht në përgatitje dhe tepër e shijshme. Fillojmë me përgatitjen. Për këtë recetë do të na duhen 500 gram spinaq, 4 qep të njoma, majdanoz, mente, krip, vaj ulliri, i shtypi me duar derisa të rregjohen. Në një tjetër end do të hedhim 2 vezë. Do t'i rrahim mirë. Më pas do të hedhim një gotë qumësht tradita. Një gotë kos tradita. Do t'i përziej mirë bashk. Më pas do të hedhim rreth 2 gota miell mistri. Do t'i përziej mirë. Masën e përgatitur do ta hedhim tek spinaqi. Do të shtojmë rreth 50 gram djathë të bardhë lufra. Do t'i përziej mirë të gjithë përbërësit bashk. Do ta lyejmë tepsin me pak vaj ulliri. Më pas do të hedhim masën e përgatitur. Në një end do të rrahim një vezë. Do të shtojmë 2 lugë kos. Tre lugë miell misri. Do t'i përziej mirë të gjithë përbërësit bashk.
Masën e përgatitur do t'ja hedhim sipër pispilis. Në fund do t'i shtojmë pak vaj ulliri. E pjekim në furrën e parangrohur me 200 gradë për rreth 30 deri në 40 minuta. Tashmë është gati për ta konsumuar, është një recetë mjaft e thjeshtë për të përgatitur edhe del shumë e shijshme. Nëse e provoni ju bëft mirë dhe nëse video ka pëlqyer mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Faleminderit!